Kam jetu një kohë gjatë në Viti, në komunën e Vitis. Do thot, kur kam kry magjistraturën, kam kry doktoratën me temën e gjerbetit, jam kthy në Amerikë. Kam lind djalli, kam pas një djallë, edhe 94 Oxfam prej Anglisë, më ka thirë me shku në Kosovë, a mundesh me udhëhec një program bomirës, do thot dima humanitare. Edhe tash, me shku në Kosovë 94, do thot shumë delikat ka qenë, po unë kam njoft gjuhën edhe kam njoft Kosovën. Shkova me djallin, edhe kemi jetu një 3 vjet në Viti, në komunën e Vitis, edhe kemi punë. Ha? Në Gjvend? Qëto fshat? 30 fshat? Ku ke jetu? Në Tërpez, me një familje me 21 antarësh, edhe do thot për djalli ka qenë fantazi, ka qenë 13 fëmijë edhe u knaq, edhe unë kam shku çdo ditë me boqat punë, me renovu shkollet, me kriju kushtet më të mira, sidomos në për shkolla, ajo ka qenë si mandati im, me punu për pasërtësi, për ujnë për shkolla. E tani kemi zhanu pak, kemi bo grupe aktivistëve, femnat, kemi shku në për fshatra, me bo edukim shëndetësor, do thotë kemi zhanu, mandati im nuk ka qenë ajo, veç ne kemi zhanu, kam pas një ekip fenomenale, shqiptarve në Vitit kemi punu. Për kemi pas një problem që femnat nuk kanë shku në shkollë të mesme. Në Pozhëran, për shembull, që kanë mujt me shku edhe nuk kanë shku. Kemi vrejt, kemi marrë vesh që shumë qikat nuk kanë qenë të shku në shkollë. Pse? Nuk po i lënë familje. Yes, nuk kanë lënë familje. E ajo ka qenë pyetje pse. E ne kemi shku shtëpi në shtëpi, ne për mal, ne për bor, kemi fol me babën ose me agjen, nëse baba ka qenë në Gjirbet për shembull, kemi thënë pse s'po shkon çike. Kanë pas shumë arsyetim, se kanë mujt me shku. Jo, s'kemi pare me çu se duhet me ushqu edhe veshbathje, thash, po sa po harxhoni në cigare çdo muaj? Që sa marka Deutschmark ka qenë atëherë. Ne po harxhojmë çikaç, thash, po ju mundeni, shumë lehtë me çu çiket me ato pare që po harxhojnë cigare. Për shembull, ose dikush më tha vallaj, baba nuk është këtu, baba është në Zvicër, edhe s'po gëdzoj milion qike me shku derisa baba. Thash, okay, unë e thirë babën ose shkova disa herë në Zvicër, me bisedu me burat, edhe gjithmonë kam dha, ju po doni me shku, më kanë pjesë të Evropës, jeni të ilarën gratë në Arabi, qka keni në men që jeni të qu qikat në shkollë. Ajo ka qenë një far luft që keni botani, kanë thonë, po në shoh se Ibrahim Rugova na ka zënë që duhet me qu qikat në shkollë, e qojmë. Thash, okay, edhe unë kam Ibrahim shok, se qatë ko kemi qenë, kur ka qenë, Institut Albanologjik, edhe kam shku të Ibrahimi, thash, ama një letër, ama shkruj diçka që edhe a i ka shkru, ka nënshkru, kemi qu në katon, e thash, që, Ibrahimi thot, qo qikat në shkollë. Edhe shkun. Shumë mirë. Yeah. Do më thonë, nevojitet një aksion politik për me e lëviz inercionin politik. Yeah. Inercioni politik, do më thonë, inercioni i shoqënisë tonë, si mas përshkrimit tënd, është prapakthim, është kthim në disa vlera tradicionale, patriarkalizëm. Është reagimi, modernizimit edhe, qatë jetën në Evropë është s'kaq ekstrem që çka kanë përjetu përpara, edhe kanë vështirë to navigate, me gjetë veten në ato bote. Do thot në shumë vende të Kosova hala janë nëpërmes 2 bota edhe nuk kanë gjetë veten. Jam të i thanë për vende ekstreme, se shumica e Kosovar kanë rënë fije me jetë moderne, e nuk jam të i thanë as ajo është ma mirë. Se jam të i thanë që duhet me bo, veç mos me vujt njerëz, është mësen ma në rëndësi. Po du më thonë nga aspekti antropologjik të po shef që keni ndeshje, ta marim opojen, mes opojarve austriak, ose opojarve gjerman, dhe opojarve vendali. Shumë interesant, para disa 2 vjet kam qenë me një dasëm aty në Kosovë, edhe kam ditë më njëherë kush janë fëmijë që jetojnë jashtë, se po veshin me një kështu. Edhe thash, ju jeni ku jetoni? Në Vjen po jetojmë, ose në Gjermani. Edhe kam thënë, po, a doni me pas ma modern jetën në opoja, po doni me qikat me mujt me dalë, në qeshën, brami, me shku të një restoran, me pas një jetë ma publike, me martesën ma modern kësende,
edhe ata dhe jo s'po dum, le të rinë rahat që janë, se ata jetojnë jashtë, po thojnë për ata që hala jetojnë aty, ma mirë me lanë që janë, ato qiket që nuk dalin heq prej shpis, prej respekt për prindve të tona, po dojmë ne më ndihmu me mbaj traditë që shkanë qenë, thash, really? Like, për një me, po, ajo është respekt ndaj pleqve, ndaj prindve, me mbaj qatë kulturë që keni pas para shumë vite, për mo është një sen, mos me vujt njerës. Ajo është kryesore. Me mujt me zhvillu jetën në mënyrë ma shëndosh. Edhe ju me pas shoqëria në Kosovë, logjike, me mendje, pa gjelozie, që ajo është sen ma kritike për mu në Kosovë. Me hek qatë gjelozi që është mes burë e gru, ma shumë burë me burë, në institucionave, në fakultet, njerëz, ajo është për mu sen ma kritike, që njerëz e bajnë për vetin, nuk dojnë më nda, edhe për asërtojnë njëri tjetën, po qka është keq, they blame each other, po fajsojnë njëri tjetërën. Edhe do thot nuk është më rëndësi për mua sa moderna jo modern kryesore me pas një far shoqni me unitet që nuk fajsojnë njëri tjetrën, që nuk xhelozojnë njëri tjetrën. Do thot është I kombinu me kulturën edhe me jeta shoqërore edhe qeveria.